Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Sot do flas për përkushtimin e vërtet, atë që është përtej ndjenjave. Vendosa në zemrën time të ndjek Zotin. Pikërisht këtë deklarat hyrëse bën Danieli në librin e tij në kapitullin e parë, që në fillim. Në historinë botërore, një shembull i fuqishëm i përkushtimit përtej ndjenjave është njeriu me emrin Ernest Shackleton, eksploratori britanik i Antarktidës. Kur anija e tij Endurance u shkatrua nga akuj dhe ekipazhi mbeti i bllokuar në një nga vendet më të ftohta të botës, ndjenjat e frikës, dëshpërimit dhe lodhjes ishin të pashmangshme. Por Shackletoni nuk u udhëhoq nga ndjenjat. Ai u drejtua nga një vendim. Asnjë njeri të mos humbiste jetën. Ky ishte vendimi. Për muaj me radhë në kushte ekstreme, ky njeri mbajti moralin e ekipit. I ushqeu, i inkurajoi, i udhëhoqi derisa arriti të shpëtojë çdo antar të ekspeditës së tij. Ai tregoi se përkushtimi i vërtet nuk është çështje humori, as emocionesh, por zgjedhje e ndërgjegjshme. Epikteti, filozofi grek, do të thoshte: mos kërko që gjërat të ndodhin siç dëshiron ti, por dëshiro të ndodhin siç ndodhin, dhe kështu do të jesh i qetë. Ky është përkushtim, të qëndrosh i pa lëkundur edhe kur ndjenjat e tua lëkundër. Dua që të mbani mend disa të vërteta. E para, përkushtimi është vendim, jo emocion. Ndjenjat janë një lloj si moti, sot është diell, nesër është shi. Vendimi është si një themel i shtëpisë, ai mban gjithçka në këmbë. Danieli vendosi që në fillim të historisë, në zemrën e tij, përpara se prova të vinte. Edhe Shackletoni vendosi përpara se të shfaqej shpresa. Përkushtimi fillon me një akt vullneti. Ndaj miq, ndjenjat mund të ndryshojnë, por bindjet duhet të jenë të qëndrueshme. Në martesë, në besim, në shërbim, në vlera, ka ditë kur ndjenjat janë të forta dhe ditë kur janë të thata, janë të dobta. Në ato ditë nuk na mban pasioni, por bindja. Filozofi gjerman Immanuel Kanti do të shkruante: vlera morale e një veprimi nuk qëndron në emocionin që e shoqëron, por në detyrën që e udhëheq. Ndaj përkushtimi i vërtet tregojnë pikërisht kur nuk kemi më dëshirë, por vazhdojmë sepse kemi marrë një vendim. Së treti, përkushtimi ndërton stabilitet shpirtëror. Një jetë ndërtuar mbi ndjenja është e paqëndrueshme. Një jetë ndërtuar mbi vendime është një jetë e fortë, stabil, e qëndrueshme. Një lloj si ky njeri që luftoi me akullin, mbajti gjallë një ekip të tërë me përkushtimin e tij, edhe përkushtimi ynë ndaj Zotit mban gjallë besimin ton në kohë të vështira. Pyetjet për sot janë pyetje personale. Apo jetoj sipas asaj që ndjej, apo sipas asaj që kam vendosur? Kur besimi im sfidohet, çfarë më mban në këmbë? Emocioni apo bindja? Cilin vendim shpirtëror duhet të ripohoj, rishpall sot? Ndoshta sot nuk ndihesh i fortë, ndoshta nuk ndihesh i frymëzuar, por përkushtimi nuk pret për ndjenjat. Ai vepron mbi bazë të vendimeve që ti merr. Një martesë mbahet jo sepse çdo ditë është romantike, por sepse dikush ka thënë: "Unë kam vendosur." Një jetë me Zotin mbahet jo sepse çdo ditë ndihemi të zjarrt, por sepse kemi thënë: "Unë kam vendosur të ndjek Zotin." Le të lutemi së bashku. Zoti i dashur, më jep një zemër që të do ty, që qëndron me ty, më mëso të ndjek, edhe kur jam i dobët, edhe kur jam i lodhur. Forco vendimin, vullnetin tim që t'jem besnik ndaj teje në çdo stin të jetës time. O Zot, bekoj burrat dhe gratë, djem dhe vajzat që janë duke më ndjekur. Lutem o Zot që çdo e mirë që buron prej teje të jetë me ta këtë ditë. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, ky ishte meditimi për ditën e sotme, mezi pres t'ju takoj nesër sërish.